Një valë zjarresh ka përfshirë disa zona të Shqipërisë duke angazhuar qindra forca operacionale dhe mjete toksore ajrore për përballimin e situatës. Sipas të dhënave të emergjencave civile, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra zjarri, shumica e të cilave janë shuar, ndërsa aktualisht 5 vatra vijojnë të jenë aktive dhe një tjetër zonë mbahet nën monitorim. Në operacion janë angazhuar 37 automjete zjarfikse dhe 365 forca operacionale, ndërsa në mbështetje kanë ndërhyrë edhe forcat e armatosura me 158 efektiv, 10 mjete dhe 4 helikopter të forcës ajrore. Në krye vijon operacioni në zonat Abaze dhe Krast Halil. Ndërhyrja nga ajri ka ndihmuar në frenimin e përhapjes së flakëve dhe aktualisht nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Në Mallakastër, zjarret në Riban, Graçan, Panahor dhe Çyçen janë shuar, ndërsa në drenje të Patosit është evidentuar një riaktivizim i zjarrit në thellësi të pyllit. Në terren janë angazhuar 5 mjete zjarfikse, 25 efektiv të MZSH-s dhe 15 forca bashkiake, por ndërhyrja vijon të jetë e vështirë për shkak të terrenit të thepisur dhe intensitetit të flakëve. Në Tiranë, vatra në prisk të madhe vijon të mbahet në kontroll, ndërsa nuk paraqet rrezik për banesat. Një situatë e vështirë vijon edhe në parkun kombëtar Lur Mali i Dejës, ku një zjarr i fuqishëm ka përfshirë masivin pyjor. Flakët po favorizohen nga erat dhe bimësia e dendur, ndërsa në operacion janë angazhuar forca zjarfikse, punojës të bashkisë Dibër të zonave të mbrojtura dhe banor të zonës. 2 helikopter kanë ndërhyrë nga ajri, ndërsa për shkak të terrenit të vështirë, operacioni nga toka po kryhet kryesisht me mjete rrethanore. Autoritetet po monitorojnë gjithashtu linjat energjetike pranë zonës së zjarrit, përfshirë linjën 110 kV që furnizon krujën me energji dhe linjën e interkonjuksionit me Kosovën dhe Malin e Zi. Ndërkohë në Librazh, zjarri në Orenj që rrezikon banesa dhe shkollën e mesme të zonës është shuar plotësisht pas disa orësh ndërhyrje. Flakët përfshin rreth gjysmë hektari me bimësi, por ndërhyrja e shpejtë e zjarrfiksëve dhe ndihma e banorëve shmangën dëmet në banesa dhe në objektin arsimor. Një tjetër vatër problematike është regjistruar në fshatin Kujtime të bashkisë Klos, ku zjarri ka përfshirë sipërfaqe me barishte, pemë frutore dhe pyll duke u afruar pranë banesave. Në terren ndodhen zjarrfikës, punojës të bashkisë, banorë dhe shërbime policie, ndërsa dyshohet paraprakisht se zjarri mund të jetë i qëllimshëm. Pavarësisht ndërhyrjeve të vazhdueshme, temperaturat e larta, erat dhe terrenet e vështira vijojnë të mbajnë të lartë rrezikun për përhapjen e zjarreve në ditët të vijim.